Le të shohim fjalën e Perëndisë te para e Korintasve, kapitulli i 13, vargu i parë. Po të flisja gjuhët e njerëzve dhe të engjëjve dhe të mos kisha dashuri, do të bëhesha si një bronz që kumbon ose si cimbali që tingëllon. Çdo fjalë pa dashuri është e vdekur dhe nuk ka jetë të përjetshme. Nuk është asgjë më shumë se një gong që tingëllon ose një cimbal që kërcet. Edhe sikur të kisha dhuntin e profecisë, edhe të dija të gjitha misteret dhe mbar shkencën. Edhe pse i di të gjitha misteret e Perëndisë dhe kam të gjitha njohuritë e 66 librave të Biblës, dhe të kisha gjithë besimin sa të luaja nga vendi malet. Nëse besimi i dikujt mund të lëviz malet, sa i madh është ai besim, megjithatë, edhe nëse kam një besim të tillë, por të mos kisha dashuri, nuk jam asgjë. Edhe sikur të ndaja gjithë pasuritë e mia për të ushqyer të varfrit dhe ta jepja trupin tim që të digjej, e të mos kisha dashuri, nuk do të më vlente asgjë. Edhe nëse një person ka besim të mirë, shumë njohuri dhe mençuri të bollshme, dhe i njeh të gjitha misteret e Perëndisë, pa dashuri, ai nuk është asgjë. Bibla na mëson se ata që nuk kanë dashuri brenda tyre nuk mund të arrijnë kurrë asgjë. Ata do të përfundojnë si një gong kumbues ose një cimbal që tingëllon. Le të vazhdojmë me vargun e 9. Sepse ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht. Por, kur të vijë përsosmëria, atëherë ajo që është e pjesshme do të shfuqizohet. Kur isha fëmijë, flisja si fëmijë, mendoja si fëmijë, arsyetoja si fëmijë. Kur u bëra burr, i flaka gjërat fëminore. Tani në fakt, ne shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tashti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë ashtu sikurse njihem. Tani, pra, këto 3 gjëra mbeten: besimi, shpresa dhe dashuria, por cila është më e madhja? Më e madhja nga këto është dashuria. Kjo është mënyra e saktë që Krishti na mësoi kur erdhi në këtë tokë. Kur lexojmë nga Isaia, kapitulli i 2, vargu i 2, është shkruar: ai do të na mësojë rrugët e tij, dhe ne do të ecim në shtigjet e tij. Cila është rruga që Krishti na mësoi kur erdhi në këtë tokë? Mund të themi që është rruga e dashurisë. Pavarësisht se dikush ka besim dhe shpresë të mirë, nëse nuk ka dashuri, ai është vetëm një gong që tingëllon ose një cimbali që kërcet. Nëse dikush ka vetëm besim dhe shpresë, por nuk ka dashuri, jeta e tij e besimit mund të mos zgjasë shumë. Nuk mund të zgjasë përgjithmonë. Kjo është arsyeja pse Krishti erdhi në këtë tokë dhe na mësoi parimin e dashurisë. Ai na dha mësimin e çmuar se duhet të ndjekim rrugën e dashurisë në mënyrë që të jemi të bashkuar me njëri tjetrin. Mund ta gjejmë këtë në librin e Gjonit, kapitulli i 17. Kur Jezusi erdhi në këtë tokë, ai u lut Perëndisë me një zemër të sinqertë, duke thënë: "Të lutem, le të jenë një, ashtu siç jemi ne një." Ai ofroi një lutje kaq të sinqertë për ne. Prandaj, mund të bashkohemi me njëri tjetrin dhe të bëhemi një nëpërmjet dashurisë. Asnjë forcë tjetër nuk mund të na bashkojë si një. Ne duhet të kujtojmë vetëm parimin e dashurisë që na ka mësuar Krishti. Perëndia na mësoi se dashuria është më e madhja. Prandaj, nuk duhet të bëjmë kurrë gabimin e madh të neglizhimit të dashurisë.